përballë restorant Freskia, sonte do të bëhet prerja e Shiritit të butikut më të ri të fustonave, të nuseve, të zonjave, vellot të ndryshme dhe shumë çka tjetër që do i përcjellin përmes kamerës të radio televizionit Fontana tek butiku më i ri Liza Fashion, me pronare Kumrie Deliaj, e cila po na mirëpret dhe na ka mbledhur këtu plot zonja e zonjusha për me kalu një mbrëmje të mrekullueshme dhe për me pa se çka doj me vesh këtë verë në dasmat, kanaxhexhet edhe mbrëmjet të ndryshme që do i kemi. Unë nuk muj me kalu këtu, pa fol me Kumrien pak, pa fol me zonja tjera këtu, edhe për me pyetse çush ka ardhur ideja për hapjen e këtij butiku. E dim që Kumria është e nxanë pak. Mirëmbrëma, përshëndetje. Është e nxanë pak derisa po ju flet mysafirëve, jemi drejt për drejt në radio televizionin Fontana. Çush po njesh? Shumë mirë. Faleminderit për gjitha këtyre që kanë ardhur, që gjetën kohën me ardhur, edhe na kanë nderu për këtë hapjen tonë. Edhe ju e keni gjetë gjithmonë kohën për me ardhur krejt na çado që kem pas, kështu që edhe ne sonte për juve kemi ardhur. Shumë faleminderit edhe për juve Radio Fontanës. Me kënaqësi. Kumri, tregom ç'është erdhi ideja për me pasuru qytetin e Istogut me një butik kaq të mrekullueshëm që po shihet nga jashtë, tash pe marrë me mend mrena që duket. Pa duke fillu me gjitha që i kam këtu në restoran, më thonë nga restorani, sala dasma, sala për fejesa, edhe kështu që dekore, ëmbëlsira, gjitha, tash edhe kja po na mungon, më thonë edhe Istogu ka pas shumë nevojë edhe për këtë fush, kështu këtë lami, kështu që merr ideja, më thonë me bë kur është restorani ka qafër, edhe dikush vjen e merr një fistan këto, shkon ndasëm, shkon fejes, prap ka dhe fistana, më thonë me qira, vjen prap e lën këto. Kështu që, më thonë, nuk e ka dhe nusja me marr vellën, me vjen për këtu me se tash pindrojnë vellat, veshin një ndryshe. Bash ashtu. Bukur shumë. Pse Liza Fashion? Pa vajza vogël, ka emrin Liza, edhe kështu që na erdhi ideja, është e vogla e shtëpisë, edhe kemi vendosur me lënë edhe emrin e vajzës. Natyrisht. Ku ke përzgjedhur me u furnizu për këta fustana? Cilin shtet e ke zgjedhur? Vetëm Turqi kom marrë, gjithë ai kom marrë Turqi. Më thonë, kom marrë modelet se kom pas qef diçka që nuk ka këtu, më thonë, edhe i kom marrë veçanta, që ashtu kom pas qef mos me pas dikush, më thonë, në për këtë botike, asjaja. Na gra dojmë pas veçantë fustonin. Kështu që me të vërtet veçanta janë. Po, shumë bukur. Me det për mu që ju martu, po i kom do dasma, i kom do neja, kështu që do të më ardhë këtu edhe me i përzgjedh fustanat cili po na për mas mirë, faleminderit. Po, me gjithë qef, me kënaqësi. Mos harroj me të pyet se unë e di që zonjat kanë dëshirë me ditë pak edhe për çmime, a janë çmime të arsyeshme? Shumë janë të arsyeshme, kam qef, më thonë, me mri, çdo kush me mri, më thonë të i pa dhe standardet tona që nuk janë edhe qaq. Ashtu po. Edhe çdo kush ka qef më dog bukur. Çdo kush ka qef o për i natë ku nates, o gjithçka bën më dog mirë. Edhe ajo që nuk e ka diçka standardet më të lartë, ka qef më dog bukur, ka qef më vesh bukur, edhe për ato kemi menduar se desant, më thonë, pak për mu, pak për dhe për ato një lehtësim edhe kështu që nuk janë. Faleminderit që ke menu për gjitha. Faleminderit. Edhe juve. Vazhdo me mysafirët tua të cilat kanë nderu sonte. Falenderoj shumë që kanë ardhur edhe kanë jeshu këtë ditë tonë që edhe këtë natyrë të bukur të burimit të freskisë. Edhe në fund krejt këto me siguri e din që e kanë koktelin që e keni përgadit. Po, besoj se po edhe një herë nashtë s'kemi mujtë krejtve mi ju të regu, se kem koktelin në altë të në restoran. Edhe një nej, normal që edhe një nej doj me bo, se jo vetëm kështu edhe në kom. Kjo është zyrtare. Se cilja janë shoqet tona, hala, teze, bashkëpunëtore, krejt gjitha janë shoqet tona, janë kështu që doj me bo një nej, asë një herë besoj që mune me bo kështu kaq faleminderit shumë.
vazhdo ti, po mos e prej shiritin derisa të këshyri me fol pak me gra. Po. Okej? Mirë, përmenem shoqe bashkëpunëtore, po kalojmë fatkeqësisht, nuk kom pas, s'po thëm s'kom pas kohë, po tash, po dyqysh nuk di që shu bo puna, edhe s'mujtëm me shku me marrë një intervistë e butiko, e cila për kujdeset për fustana po ashtu, e ka butikun e vetë, po edhe për të tjera cilat ka me pasuru me komplete, me setra për zonja ta manë mirë vete gjotësi. Përshëndetje. Përshëndetje petore. Faleminderit shumë edhe prej teje gjithashtu që kjo ardhë prej Zvicrës, na ke sjell shumë risi, si gjithmonë, me ideja shumë të mira dhe kjo hap 2 pika të Mom Fashion. Po, faleminderit shumë. E sot këtu çka kemi thonë kumris? Kumris i uroj shëndet, gjithat mira dhe suksese në këtë biznes të ri. Jem marrë me stafin tem, dhe përshëndes Dembin, Me ekipin. me ekipin tem, edhe Aurorën, që punojnë në butikë tonë. Shumë bukur. Jo kom bashkallgjit që t'ja uroj këtë ditë që qonë e lumëtër. Faleminderit shumë. Përshëndes Faleminderit shumë. familjen e të Zakut, Arment, Deliaj. Deliaj. Suksese. Faleminderit shumë edhe kënaqem. Unë e di që kjo mënohet me ik, a unë nuk ka me ik, ja. Përshëndetje. Përshëndetje. Ku është ma shumë se ti s'ka nevoj për si butiko? Po, edhe pse nuk është shumë që i veshi, Po, e di. ne ka bo një zgjidhje shumë të mirë, kështu që kur vina me knu këto, e marrë një fustan Jo, unë s'tash për me kënu. Kur të martohet, zoja të munu mu ik për këti diskutimi, kur të martohet në ditë divanit dhe fistana keme shtimin ndronë. Unë knoj, unë me ati kom me kënu. Kështu që zoni Skumrije i uroj shumë suksese, me të vërtet është një e ka qëllu këto, sepse i stoku ka nevoj për bizniset tilla, nështë e kom menu edhe unë për veti si biznes, po me qenë se shumë zonja kanë fillu me hakë si biznisi, nështë pelo pak, po këshyri në i biznis tjetër. Okej, faleminderit shumë, ti mund është biznisin tjetër me stilin tonë që e ki. Po, e kom menu. Mirë, faleminderit shumë që që ki këtë vetë. Mirë shumë. Inshallah jem shoqërat mirë është. Bukur, faleminderit. Faleminderit. Rinër, Lizën. Hajde, Liz. Që kjo është Liza e vogël, që të biznes po mdo këtë dojnë mjallon kësojna, se Liza Fashion, Liz përshëndetje. Përshëndetje. Çka do në mi thonë mamit që e ka hapë këtë butik? Faleminderit shumë se kom pa gjithmonë një dëshirë me ma plotësu edhe më plotësu dëshira. Bravo. Liza Fashion, Liza në botën e çuditërave, apo? Po, motra ma ka. Edhe pak të vynë murit edhe mi provu fustanat edhe mi reklamu të mami. Kësmet. Suksese. Faleminderit. Mirë, okej, Rinër, po shkojmë tash pak të pjesa tjetër, ja, mos na ula organi, edhe po afrohem pak qytu të zonja tjera, përshëndetje gjithave. Unë s'du me i bezdis shumë kështu, po veç na një që ma bëm pak me shaj edhe na një që është të vesh në fort bukur. Që shqike nga gazetare edhe puna ik. Përshëndetje. E çfarë urimi ki për kumrin sonte? Për kumrin dëshiroj suksese krejt mirët në jetë, e mirët në kumria. Është një grua për kryme në gjithë aspektet. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit për juve, gjithashtu. Bukur. Atëherë po afrohem edhe po ja dhojmë dritën e gjellë për të me thonë kështu kumri stafi freskisa, doni me urua jo? Hajde. Përshëndetje. Përshëndetje. Çka doni mi thonë kumri sonte me rastin e hapjes së butikut? Kumris i urojmë gjithat mjatë të ketë vetë suksese. Është një femen shembullore, unë punoj me ta. E vetë suksese të ketë në jetë. Çfarë shefica është? Shumë e mirë. Perfekt. Nuk na ka ni, kalzona diçka. Perfekt. A ju bërtet na herë? Jo, ko rastin e herë. Okej, është definitivisht jeni me fat. Faleminderit shumë, po, Jeni me fat, përveç se është e suksesshme në lëmit e saj që u dheq, është definitivisht edhe shumë e thjeshtë edhe shumë shoqe. Po, valla, patjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Faleminderit. Atëherë po eftojmë kumrien bashkë me stafin e vetë, kushdo që e ke përzgjedh për me prej shiritin, me vajzën,
vajzën e madhe dhe vajza tjera, edhe pastaj do të futemi brenda për me po fustanat e mrekullueshëm. Hajde një dy amindëve. Të vizitojmë pak butikun derisa do të vinë edhe mysafirët për me po të shohim se çka ka rinër Egzonin doj me martu si vjetë. U kry. Fustanat i kemi gjetë veç edhe nusën kemi. Edhe këto veshje tradicionale kombëtare, vello paska zgjidhje, vajza, gjdo mundësi që ta keni, duheni me art Eliza Fashion edhe me i pas, sa të bukura edhe me modele shumë të veçanta. Shumë të veçanta, normal nusja edhe duhet me qene veçant në dasmën e saj, po mu po më pëlqejnë rinore edhe këto veshjet tradicionale, dallamat, se nuk ban me shku nuse, kallëzoj asaj nusës tënde të arshme, që pa veshje kombëtare nuk ban. Fustana nga modelet më të ndryshme, gjdo ngjyrë që e pëlqeni, çdo model që e pëlqeni, e gjeni këtu te Eliza Fashion, po ashtu edhe për zonjat, për vjehrat, për nonat tona, që e kanë një stil pak më ndryshe, pas ka zgjidhje për nonën edhe vjerën teme këtu plot. Dhe natyrisht që përveç fustanave të ndryshme të gjatë që janë, edhe të cilët do të keni mundësi me i marrë me qera, po edhe me i ble, ka në pjesën tjetër edhe fustana me modele, do më thonë, të shkurtër, po ashtu edhe këpucë të ndryshme, aksesor të ndryshëm për gratë dhe për nuset, të cilat do të keni mundësi me i pa dhe ju vetë. E kom kry unë një ara, po qevesh po këqyri që po më rënë. Që ato, a? Okej. Vazhdoj rinor pak me pamje. Vazhdo t'i shohim pak fustanat e shkurt që atjet, shofim po. Edhe aksesorët, si që përmenda. O, sa të bukur. Para më do që shvizlojnë këta në mbrëmje. Edhe sandale, edhe këpucat modeleve nga më të ndryshmet që mundeni me i kombinu me fustanet e juj, së cili ma i bukur se tjetri për juve që pëlqeni pak ma të hapun fustanin, ose edhe për juve që pëlqeni modele pak ma të mbyllta, jo shumë të ekspozuara, si që është kjo për shambull një ngjyrë mrekullueshme, me model të mirë që s'po besoj që këto modele i keni po hala dikon në dyqanet tona këtu në Kosovë. Këtu pra i kemi edhe modelet e shkurta, të fustanave të shkurt, që i mrekullueshëm për na mbrëmje diçka që nuk e keni shumë të familjes ose që doni mu duk pak ma elegant, diçka pak ma thjesht. Po ashtu edhe modelet e tjera që na këtu me nejt edhe ma shumë se një orë, s'po mrim me i ram fund me i pa krejt modelet.
po që të gjitha shumë të mira, unë e menë s'po pres me nalë kamerën edhe me këqyrë se cili fustan me përzjedh për dosmat edhe ahingjet që i kom këtë verë dhe që pa tjetër që më duhet me shku. Për ndryshë mysafirët kanë hy brenda dhe po e përcjellin krejt dyqanin, po shofin modelet se cilat pju pëlqejnë dhe natyrisht duke i komentuar jo kë për mu, kë për ty, e menoni ka pak edhe për kunata dhe për shoqe, motra, cilat juftoj për me ardhe dhe me i po këtu për së afërmi. Kuptohet edhe çmimet janë shumë të arsyeshme të gjitha fustaneve, jo nga ato çmimet që janë të papërballueshme natyrisht, po të cilat kemi kapacitet edhe mundësi financiare gjithë se cila prej nesh me ble ose me marrë me qera. Ketë që më duhet me dalë, po duhet me ndërprej këtë lidhje të drejt për drejt, për shkak që tash po i lajme dhe mysafirët me i po krejt modelet e fustanave edhe me bo përzgjedhjen e tyre natyrisht me këqyrë se çka ka të Eliza Fashion, e natyrisht që si që e pat edhe ju të dashur shikues krejt çka ju kërkoni çdo model edhe komplet se si të dukeni, mundeni me bo përzgjedhjen e ju këtu te Eliza Fashion përballë restorant Freskia tek burimi i Stogut. Faleminderit shumë Kumrie Deliaj dhe natyrisht gjithë familjes edhe Armendit po ashtu për këtë mundësi që na e kanë dhënë për na me ardhë edhe me bo përzgjedhjen se si qysh kemi me udok në dosmat edhe ahingjet e ndryshme familjare. Dhe këtu do e përmbyllim këtë lidhje të drejt për drejt duke ju falenderuar shumë të gjithë dhe jo vetëm zonjave dhe zonjushave të Istogut, po edhe krejt ata të cilët na përcjellin nga gjithë Kosova të vinë këtu edhe të këqyrin se natyrisht cile është fustani edhe veshja kombëtare, velloja që mujnë me pas në dosmat edhe po them prapa ahingjet e tyre familjare. Faleminderit shumë për këtë lidhje të drejt për drejt, takohemi në inkuadrime tjera të radhës. Miru pafshim!